الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تندروا جماعة jemi me fjalët e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam të cilat I ka grumbulluar dhe I ka tubuar Imam Buhariu në librin e tij El Adabul Mufrad. Pas kapitullit të pasurisë dhe rregullimit të hollave, Imam Buhariu ka sjellë një kapitull të cilin e ka quajtur Babu al-Dhulmu Dhulumatun. Zullumi dhe padrejtësia janë errësira dhe terre të mëdha. Çfarë lidhje ka zullumi me pasuritë? Kanë thënë komentatorët e librit se zakonisht në shumicën e rasteve sebepi, shtytësi dhe nxitësi për zullum dhe për padrejtësi janë parët, janë pasuritë. Andaj edhe Imam Buhariu ka bërë një lidhje të mrekullueshme në mes sebepit dhe pasojës. Pastaj ka sjell hadithet nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se zullumi është shumë I keq. Zullumi le pasojë në dunja para ahiretit. Andaj besimtari ka për obligim që të pastrohet për zullumit, që të pastrohet për hakeve të njerëzve dhe mos ju bën njerëzve zullum, nga se Zoti jon te bareke ve teala, sikur që ka transmetuar Imam Tabarani në sunenet e tina, në mu'xhemet e tina, nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se ka thënë alaihi salatu wassalam, Zoti ditën e Kiametit I ka 3 regjistra, 3 arkive ku janë shkruar veprat dhe emrat e njerëzve. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, një regjistër Allahu nuk fal pi atij regjistrit asnjë njeri. Regjistri I dytë, Allahu fal pi atij regjistri shumë, derisa nuk ja ka më mbar mendja njeriu se ja falet ajo I falet. Dhe regjistri I tretë, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, është regjistri ku Allahu xhelle xhelaluhu nuk e le pa e marr deri hakin më të vogël. Cilat janë këto 3 regjistra? Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, regjistri I parë është për ata që kanë bërë Zotit shirk dhe kanë mohu Zotin dhe kanë mohuar fjalët e Zotit dhe nuk kanë qenë besimtar në Allahun subhanahu wa taala. Pra në regjistrin e secilit njeri apo emri I secilit njeri që gjendet në regjistrin ku ka shirk dhe kufër dhe aty ku është mohu Allahu xhelalu ala, aty nuk I falet hiç. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Zoti s'ia fal njerit mi boshir katina. Kjo regjistri I parë, se kena temën tash aty. E dyta, regjistri I dytë, Allah I fal shumë. Ç'kjo është që Allah I fal shumë, që njerëzit shpesh e përmendin Allah I fal shumë. Cila është ajo? Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, te regjistri I dytë janë gjunahet mes njerit dhe Zotit. Shikime haram, bëm me haram, po si ka hangur ka hakin kërkujna. Ki bë gjuna për veti, e ke dëmtu vetveten. Allah I thot ket, unë e mirë në bëket. Te që ke regjisë, Allah I falë sa dush, Allah I falë shumë. Dhe te ke regjisë ka ardhë hadithi me e mush kupën e qilës me zullum, Allah I ta falë. Këto janë gjunat me stije dhe Zotit tanë. Si ki bo kërkujt pa drejtësi. Kur kush nuk thot, këshire me filani, jo. Dhe regjistri I tretë që ne kemi sot temën, cila është? Regjistri I tretë ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allah I asni emër ati nuk e le pa jamur hakin. Nëse emri jon ekziston të regjistri ku aty ka zullum edhe padrejtësi, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, aty Allahu nuk ndërhyn. Vën njëri I ka bë zullum filanit, tu dhe emrat janë aty, pritni. Këtu keni hak në mes veti. A merrni halallalt në mes veti, pastrohuni në mes veti, pastaj kalojna. Andaj që ti regjistrit ju kanë tutë sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam.
Andaj kur e kanë pyet shumë prej sahabëve, a pi gjunave tutësha? Ka thonë, jo vallahi, pi gjunave nuk tutna, ama tutna mos të mëzojnë do një shirk e do një zullum. Se shirkun s'ma fal Zoti, edhe tutna se i kanë bë zullum dikujna e mkapaj. E Zoti xhel xelaluhu shahidit kit gjunat ja fal, ama zullumin borxhin ja fal borxhin? Jo, se sa hak i atina. Pe drejtësi Zoti ta mos më fal borxhin. Po zullumin, nëse dikush atë ka dalë. Po mund ki bo zullum ti, si ja fal Allahu subhanahu wa taala. Asnjëherë nuk ja fal. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam hadith, ittaqu dhulm, rujuni pi zullumit, se Allahu gjash ket popujt i ka shkatruar me zullum. Nuk ka popull që ka bo zullum, vetë se Allahu gjash thot, lemma zalemu, kur banën zullum, ne i shkatruam. Kur kanë bo zullum, innal ladhina kafaru wa zalemu lam yakun illahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqan. Thot Allahu xhel xelalu, ata të cilët kanë mohu Zotin dhe kanë bo zullum, vini re kësaj, kanë bo zullum, Allah nuk ja u fal atyre. Nuk ja u fal atyre. Dhe ma e keqja, nuk i udhëzon. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, kanë ta shifsh që Zoti se ka udhëzue, ta di sa të bo zullum. Se mu kanë zemra ti që s'ban zullum, Allah e ben selamet, Allah e ben hidayet, Allah e udhëzon. Kur ka bëhet polemik Ibrahimi a.s. me Nemrudin, me atë mbretin i cili ka bo zullum shumë, 400 vjetë ka pas pushtetin e tokës, Allah thot, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbi an ataahu Allahu al-mulka idh qala Ibrahimu rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahimu fa inna Allah ya'ti bish-shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib fabuhita alladhi kafara wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Allah thot, atë ka arë lajmi ti për muhabetin çka ka bo Ibrahimi me një mbret zullumqar, i cili ka fillu me diskutu për Zotin e madh xhelle xhelalu, i cili ka thanë, kur i ka thanë Ibrahimi, Zoti jem, Allahu xhelle xhelalu, është ai i cili jep jetë dhe merr jetë. Ki ka thanë, ki zullumqari, po edhe unë jap jetë dhe marr jetë. Njëri jap jetë dhe marr jetë. Atëra Ibrahimi ka kalu për këti debat tjetër. Ka thënë, fa inna Allah ya'ti bish-shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib. Zoti jam, shka jam të folën e për ta, dillin pin lindje e zgjellën perëndim. Kur të vjen në perëndim në akşam, kthej aty. Merr aty pik re, kthej knera. Kur i ka thënë, kthej dillin, çish me këtë dillin? Aty çish këtë llostarsën e mandor, ki me moj dillin. Atëherë thot Allah, fa buhit alladhi kafar. Ju mshel goja qafirit, vini ref çish përfundon ajeti. Wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Allah i zullumqar nuk i qet në selamet në rrugë. Kur ti je zullumqar, Zoti nuk t'jep shenja çish me dal bisikletit, nuk t'jep alamete çish me dal bisikletit. Pastrojeni arpi zullumit, Allahu ta mbush zemrën udhëzim. Pastrojeni arpi padrejtësive, Allahu ta mbush zemrën qetësi. Wallahi nuk mundet me flet, sa do me e pas shtratin e pastër dhe jastikun e shtrajt, s'mundet me flet zullumqari rahat. Sa do që shtirët, s'mundet me flet zullumqari rahat, sepse Allah e ka bo ligj, zullumqarna nuk i lajnë rahat. Wala liyahdiyahum tariqa, dhe Allah nuk ja ka dhënë rrugën ka me dal bisikletit, nuk e nxjerr pi labirintit. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi alayhis salam, rujuni zullumit se ditën e kiametit është plot errësirë. Ditën e kiametit zullumqari s'di kanë me shkue, e verbon Allahi edhe në sytë e vet, edhe dritën ja merr. A ka ma këtë me ta marr dritën? Shiko gjëja më e frikshme njerëzit sot, kur dojnë me bo filma horror, çish i bojnë? Terr. Kur do t'i di kanë me friksu, çish e bën? Ja marr dritën. Apo? Për këtë arsye pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam pse ka ndalue njeriu me ec natën vet. Se njeriu pi natyrës nuk e do errësirën. Kur bjerë ka thënë pejgamberi sa dielli ku të perëndon, mbledhni fëmijët, futnin në shtëpi. Pse mi fut në shtëpi? Ka thënë se shpërndahen shejtan të kanë me karakterin. Ai insani nuk e do, nda ka thënë mbledhni fëmijët se u asulmojnë shejtanët. Për këtë arsye ka thënë alayhi salatu wassalam, rujuni mos bani zullum, se Zoti ju ban terr, ju fut në errësira. Sikur qeni të pana këtë errësirë të ndëruar xhamatli, shoqëria është fut me një errësirë, nuk po din me dal pikë kësaj errësie. A me të vërtet besojnë ana në dashninë e njëri tjetrit? A e do t'i kanë ti përnime? Apo vallë me bë me çel kallopin dhe lëvozhgën, ku me ditë fal interesi ka aty? Shikoj njerëzit që vallahi edhe në familjes janë të dash përnime. Janë të dash me një interes. Dhe kjo është për prapësisë dhe anomalisë më të madhe që mundet me ekzistue. Ka thënë alayhi salatu wassalam, ruhuni nga kooperacia. Mos u bani kooperac. Mos e shtrydh dorën,
Ja bese vallahi, thot Ibn Qayyim el-Juzeyje, nuk krahasohet lezeti i dhansit me të marrësit. Kur ti merr të kënaqet trupi, kur ti jep të kënaqet shpirti, wallahi nuk vjen lezeti i shpirtit me trupin. Ma lezet ka ai që e jep sadakajin sa ai që ka e merr. Ama na e na pik në knacit e trupit, e si na të mujt mi mbush stomakët. Rruju për këpratësijës. Këpratësia është njeri me jetu për trupin e vetë, për damart e vetë. Mos jeto për damart e tua, jeto për shpirtin tanë. Ngritë shpirtin tanë, qysh ngritë shpirti? Jep, shkroje dorën. Allahu gjatë jep baraqet, Allahu gjatë jep begati. Ka thënë alayhi salatu vesselam, ta dinis, nëse doni me dit, krejt maherët para neve, që janë bo helaq, edhe janë shkatrue, se bepi u kanë zullumi dhe këpratësia. Çka kanë pasoja? E kanë derë gjakin në medveti dhe çfarë? I kanë bë haramat halal. Ja kjo çka po ndodh te na. Nuk ka tu interesu mo dikush për halal dhe haram. Ku muj me fitu pare. Po para se me fitu pare dush me vet a lejohet. Para se me shkel di kanë lut me vet a lejohet. Një ditë për ditëve një pejgamber i Zotit Xhelle Xhelalu, pejgamber i Zotit, u hunj me në hije. Shikoj të ndëruar xhamarlin në hije, pejgamber i Zotit. Ka transmetuar pejgamberi nga pejgamberi Imam Buhariu. Edhe vjen një bubrec në dorën e vet. Një bubrec i sillet në dorë. Edhe që e merr bubrecin, i mshon edhe e mit. Mirë, po nat bubrec i mbledh kët do bubreca të tjerë, edhe kët ato bubreca pro pizullumit ti bubrec ti mirë kët ato. Thot pejgamberi sallam, Allah i shpall këtij pejgamberit. I thot, a e di se e ki gjeg një popull, i mitë një popull bubreca. Ha, pastaj ka thonë, po pse se mitë veç atë bubrecën çka shtetësojke? Çka të kanë fakt të bubreca të tjerë? Shiko sot pi zullumit çka bëhet. Njëri bën zullum, dikush bën një shkelje, s'ndel shoqëria via asaj na pastaj. S'ndel. Shiko sot sa zullum të bën punësime, në statuse. Ti se meriton me atë status, ti se meriton me atë punësim. Pse be e merr me zullum? Pse be e merr në qafë në shoqëri? Pse be hi profesor ku si e profesor? Pse more gjeneratat ti 40 vjet aty ku kimenet, 40 gjeneratat ti i shkatron. 40 gjenerata i qëtë analfabeta. Liroje more, ti njeri lirohesh, kitë brezat lirohen. Andaj mos haroni se kudo që ka zullume, ka me pas edhe pasoja pi derdhes gjakit, runa zot edhe prej bërjes se harameve halal. Andaj tha alayhi salatu wasallam, runu pi zullumit, mos bani zullum. Andaj tha Allahu subhanahu wa taala, se ata të cilët bëjnë zullum na nuk ja udhzojna në rrugën e drejtë. Dhe pastaj vazhdon Imam Buhariu me edhe hadithe të tjera, do të vazhdojna me lein Allahu te bareke ve taala, hadith pas hadithi. Elusim Zotin e Madh në këtë ditë xumaje. Allahu na pastron pi zullumit. Allahu na largon nga padrejtësitë. Allahu mos çaj zemrat tona padrejtësi. Allahu mos çaj zemrat tona zullume. Allahu mos çaj në trupat tonë diçka e cila nuk e kënaq Zotin e Madh te bareke ve taala. Elusim Zotin e Madh te bareke ve taala. Allahu xhel xelalu muslimanët e dobët Allahu të ndihmon. Allahu grat edhe pleqt, edhe fëmijët, të cilat janë në tortura, Allahu ti mëshiron, Allahu ti ndihmon, Allahu ti përkra, Allahu ta zbet rahmetin e tij mbi ta. Elusim Zotin e Madh xhel xelalu, që kushdo që bën zullum, e kushdo që bën padrejtësi në tokë, pa hak, Allahi me zullumin e vet ta lidh ya rabbal alamin. Ai i cili ban agenda dhe ai i cili planifikon kurthe kundër muslimanëve, padrejtësisht, elusim Zotin e Madh xhel xelalu, që Allahu me kurthën e tij na ta shkatron, me kurthën dhe zullumin e tij na ta azgjëson. Elusim Zotin e Madh subhanahu wa taala, që Allahu na mundson me bë vepra të mira, larg veprave të këqija. Elusim Zotin e Madh te bareke ve taala, që Allahu xhel xelaluhu mos na mundson që dikush bën dua kundër neve. Mos na mundson Allahu te bareke ve taala që ditën e kiametit dikush na ndal për çak zullumi që na ja kena bëu atina. Elusim Zotin e Madh që Allahu gjunaat tona afë dhe maghfirat i ban ya rabbal alamin. Elusim Zotin e Madh te bareke ve taala që Zoti jon na mundson të jetojmë si musliman, të jetojmë faqebardh dhe të adhurzojmë shpirtin Allahut me iman. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الظلم، اللهم إنا نعوذ بك من الكفر، اللهم إنا نعوذ بك من الظالمين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم عليك بالظلمة، اللهم عليك بالفسقة، اللهم عليك بمن يجرم في الأرض بغير حق يا قوي يا متين. اللهم عليك بمن يمكر بالمسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بمن يمكر بالمسلمين يا رب العالمين. اللهم رحماك باليتامى، رحماك بالأرامل، رحماك بالمشايخ، رحماك بالعلماء الذين يضطهدون ويطردون ويعذبون من المجرمين يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح ديننا، أصلح آخرتنا يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.